Vazhdojnë polemikat midis opozitës dhe pushtetit për migrantët. Pasi nisën peticion kundër pranimit të migrantëve, kryetari i LSDM-s Venko Filipçe njoftoi se do dorëzojë edhe një rezolut në kuvent. Ai kërkon mbështetjen e deputetëve të VMRO-DPMNE-s për të ndalur, siç thot, planet për ngritjen e kampeve të migrantëve në Maqedoni. Ги повикуваме претениците на ВМРО-ДПМНЕ да прифатат резолуција. Така ќе избегнеме. Мислевме, рековме, кој лаже, кој не лаже. И тоа ќе биде доволно, не да им веруваме на празни зборови, туку да има потписи. Доколку ВМРО-ДПМНЕ не излезе и не ја прифати оваа резолуција, ќе бидеме приморани понатаму да се бориме со сите демократски средства. Еден од нив е да ги повикаме сите граѓани на еден голем народен протест. Sipas Filipçes, është më se e qartë se ekziston një marrëveshje për migrantët, të cilën qeveria e VMRO-DPMNE-s është e detyruar ta pranojë dhe se marrëveshja lidhet me kredim prej 6 miliard eurosh. Kryeministri Mickovski thot se Filipçe e përdor këtë temë vetëm për të mbjetuar politikisht në LSDM, duke u thirrur në shkrimet e 2 tabloideve britanike. Бидејќи го спомна Пролет. Оставам простор до Пролет, Венко Филипче, заедно со професорот Фрчковски, заедно со Андреј Жерновски, да бараат низ Македонија и да најдат мигрант кој што е дел од овој договор со Велика Британија. Или било каков договор, кој што сме го превземале. И ако најдат еден, јас трајно ја напуштам политиката. Воспротивно, они да ми се извинат на мене и на граѓаните што шират паника без потреба. Мислам дека е фер. Tema e migrantëve u bë kryesore në debatin politik pasi disa media britanike, përfshirë dhe Telegraf, publikuan se Britania e Madhe ka biseduar me Maqedoninë për pranimin e migrantëve. Sipas Telegraf, përveç Maqedonisë, dakordim ka edhe nga Kosova, ndërsa Bosnia-Hercegovina dhe Shqipëria kanë refuzuar për arsye sigurie. Sipas marrëveshjes së supozuar, Maqedonia do të merrte rreth 20.000 pound për çdo migrant të pranuar. Qeveria ka mohuar plotësisht këto pretendime.